Do nisni në komunë, normalisht se shumë gjëra nuk bëhen vetë si i zet. Tregom çka do ndodhje edhe kush do jetë ekipi jot nëse zgjidheni kryetar. Po nëse e marrim të analizojmë prej ekipit me cilin duhet ta nominojmë tash, jo pas e ty në komunë, është lista e këshilltarëve. Dhe nëse analizoni e shihni që është një listë me profesionista, listë njerëz të dëshmuar, njerëz të realizuar. Bile ka edhe një porosi që fitoria e vlenit, pra nuk do jetë fitore për vlenin, po do jetë fitore për qytetarin dhe për shqiptarët. Për shkak kryet listës është Muhamet Murtezi, i cili vjen për herë të parë në politikë. Doktori, i cili ka qenë në shërbim të qytetarëve, se kur e zbërthen politikën është të jesh shërbetori i qytetarit, po pa dres partijak. Edhe kësaj radhe ai nuk ka vesh dresin partijak, as LD-s as vlenit, po e kemi e kemi si bartës liste, e kam si krah, sepse vlerësoj që Çajiri ka 27 këshilltar, dhe si një lloj kryetar parlamenti i Çajirit, ku duhet ata 27 të orienton drejt interesit të Çajirit, interesit të qytetarit, pra